Kullës Kristaq Rama. Në transaksione siç keni dëgjuar ju, toka që është ble me 320.000 euro është shitur pas 60 ditësh me 26 milion euro. Kjo mund të ndodhë vetëm në mbretërinë e Sultan Surrelit dhe në asnjë vend tjetër të botës dhe vetëm me familjarët e tij dhe në askën tjetër. Sigurisht që kjo do i dorëzohet skapit të partisë, por siç e din Albano, asnjë dosje që lidhet me Ramën dhe rrethin e tij, aty nuk ecën, aty bllokohen. Ndaj dhe rruga e vetme me që po më pyet është protesta dhe vetëm protesta. Betën qytetarët të thonë fjalën e tyre. Fatmir Myrta, zoti Berisha në Tiranë flitet gjerësisht se Olsi Rama është menaxheri i industrisë së lojrave të fatit. Cili është qëndrimi juar për tentativën e mazhorancës për rikthimin e ligjit të lojrave të fatit në parlament, pas shumë vitesh operimi në mënyrë informale? Ne jemi sigurt se Olsi Rama është sot njeriu më kryesor në lojrat ilegale të fatit, është një nga më kryesorët në vjedhjet e të mërshme që u bëhet edhe qytetarëve të huaj me call centrat, dhe vendi i tij është dhe duhet të jetë para ligjit. Ne do bëjmë gjithçka. Albano dhe ju zotëri, që ky qytetar shqiptaro-amerikan të mund të vlerësohet dhe nga drejtësia e Shteteve të Bashkuara. Të mund të hetohet dhe nga drejtësia e Shteteve të Bashkuara. Pavarësisht se urtarinë e tij kriminale nuk e ushtron Shtetet e Bashkuara, por në Shqipëri, por ligjet amerikane ndalojnë atë të kryejë urtari kriminale kudo që të ndodhet. Kurse ligjin e lojrave të fatit ne nuk e votojmë. Është ligji Olsi Rama. Ersen Dobrovoda, doktor, para pak ditësh, Kuvendi i Shqipërisë konfirmoi se vetëm 19 nga 74 deputetë socialistë që votuan pro ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së UHAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin nënshkruar deklaratën për të njohur me tekstin e marrëveshjes. Kjo do të thotë që të paktën 55 deputetë kanë votuar pa i ditur fare se çfarë po votojnë. Ju si grup parlamentar i Partisë Demokratike, ju drejtuat gjykatës kushtetuese për këtë çështje, mund të na thoni cili është synimi i Partisë Demokratike me këtë lëvizje? Faleminderit për pyetjen. Së pari duhet të sqaroj çdo shqiptar se Partia Demokratike mbështet plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve nga vendet anëtare të NATO-s për mbrojtjen. Jemi në kohë luftrash. Kjo duhet të ishte bërë dhe më parë. E filluam ne me 2%, tek kanë zbrit tek 1.3%.